Ndrojmë temën e informacioneve. Futbolisti me prejardhje nga Sëmnova e Gostivarit Shkodran Mustafi, i njohur për publikun e gjerë me pjesëmarrjen e tij me kombëtaren gjermane në kampionatin botror në Brazil, sot është të pritur si mysafir i veçantë në komunën e Gostivarit. Në ceremoninë e mbajtur në sallën e Këshillit Komunal, ku të pranishëm ishin edhe këshilltarët e komunës, kryetari Bejta i dhuroi me mirënjohjen e cila ju nda në ditën e komunës. Mustafi, kryetarit Bejta, i dhuroi fanellën e tij. I pranishëm ishte edhe muftiu i Gostivarit, Shakir Efendi Fetau. Kryetari i komunës së Gostivarit Nevzat Bejta sot i bëri një pritje në shenjë nderimi kampionit Gostivaras Shkodran Mustafi, i cili ngriti kupën e botrorit në Brazil. Bejta tha se gjatë mandatit të tij Gostivari po ndjek një sukses i paparë në sferën e sportit, me që për shumë pak kohë dy djemë të këtij qyteti sollën 2 fitore të mëdha, duke e bërë Gostivarin të njohur botrisht. Një herë Admir Mehmeti, shqiptari i parë që shënoi gol në botrorin e si vjetëm, dhe tani Shkodran Mustafi që vjen me medaljen e artë si përfaqësues si kombëtares gjermane. Mua ashtu më ka shkruaj Zoti, si kryetar komune, është vullneti i qytetarëve të qytetit e Gostivarit, vullneti i shqiptarëve dhe gjithë të tjerëve, pa të nderin që të presë 2 futbolistët tonë më të mirë në nivel botror, Admir Mehmetin, i cili ishte gollshënuesi i parë në botrorën që u mbajt në Brazil, dhe sot me kënaqësi shpirtërore dhe me një respekt të veçantë e presim së bashku Shkodran Mustafën, qytetari i parë i joni, shqiptari i parë, i cili u dokërua me medaljen e artë në botrorën që u mbajt në Brazil, si lojtar i kombëtarës të Republikës Gjermanisë, dhe unë si kryetar i komunës dhe në emër të gjithë qytetarëve e falenderoj popullin gjerman, e falenderoj shtetin gjerman për kontributin që ka dhënë për djalin ton, Shkodran Mustafën, për të arriturat që ai ka arritur. Ndërkaq Shkodran Mustafi u shpreh i kënaqur me pritjen që është bërë në qytetin e gjenezës së tij, duke shpresuar që pas 2 viteve të kthehet me fitore me Kupën e Europës. Shumë e madhe për mua të vish me një qytet e kretë njerëzit ngrenë kamë, t'jen bashkë me ty, t'jen krenar me ty. Për mua është një gjë shumë e bukur është. Shpresoj që do vinë ma shumë shqiptar ta grenë që atë kupën. Unë se cëllin matë, kur kom ko, a kes vit në vend linjën e babës, a kes vit në qytetin tim ku jom rrit edhe une. Edhe shpresoj që mas 2 vitesh mund vit prapë në qytet me kupën e Europës. Nderuar të arriturat e Mustafit në sferën e sportit, i pranishëm ishte edhe muftiu i muftinisë së Gostivarit Shakir Fetau, i cili tha se Shkodrani është shembulli më i mirë se si duhet nderuar krijuesin duke kultivuar mirë dhuntit dhe talentin që na janë falur nga vetë Allahu. Shkodrani ka ditë të shfrytëzoj dhuratën që ja ka dhënë Zoti, talentin. Të shfrytëzosh talentin e Zotit do të thotë të jesh mirënjohës dhe të respektosh Zotin dhe begatitë e tij. Andaj Zotri Shkodrani është shembulli dhe modeli më i lartë për ne të gjithë si pjesëtar të këtij kombi, si pjesëtar i këtij shteti dhe si pjesëtar i gjinisë njerëzore. Se si duhet të shfrytëzohet begatia e Zotit. Kryetari Bejta Shkodranit i dhuroi portretin e mbretreshës së parë për shqiptarët e Utës si simbolik për faktin se edhe Shkodrani është shqiptari i parë që prek kupën e fitores në botror. Ndërkaq Shkodran Mustafi këtë gest nderimi ia ktheu Bejtës duke i dhuruar fanellën e tij që ka mbajtur vitin e kaluar gjatë ndeshjes në Izrael, duke dashur që të përcjell për të gjithë muslimanët mesazhin për bashkim dhe paqe. Edhe unë ku marr një fanellë të Gjermanisë, nuk e ku marr fenellën që kom pas veshët në Brazil, për e kom mërë një fenellë si kom lujt në Izrael para një moti, e kom mërë se edhe atje, se cëllë e kanë gjohë dhe në lajme, ka shumë probleme edhe muslimant, e me që këtë fenellë du t'i bashkoj kretë njerëzit që i bërë probleme. Me që Shkodrani njihet si një person që krahas vlerave kombëtare që i ruan dhe i kultivon mirë, shquhet edhe si praktikues i vlerave fetare. Për këtë arsye, muftiu Fetahu i adhuroi atij një Kuran me përkthim në gjuhën shqipe, si dhe një vepër të tij që në përmbajtje ka parimet e Islamit.